Edhe sot është 12 vjeç, po nuk preku pak të as të flej, as t'ikin shkollë. E ka si. Dhe kjo gjë që ai e thot gjithmonë që aq shumë më ka munguar ai nishan sa unë. E mbajmën ma thoshte edhe mua. Doja vetëm atë. Madje në atë periudhë kohë edhe pse ishte vetëm 8 vjeç, a do shtrihesh me mua në darkë thoshte që të flem. Domethënë donte thjesht që ta zinte gjumi me dika afër. Po, edhe ajo thoshte që nuk ka pas asnjë natë që të mos të qaja, edhe mendoja ditën e aeroportit. Ajo që i ngeli sepse ai ishte me mua aty. Po, pikërisht. Kështu që unë prandaj ka frikë nga fluturimet ose i ka problem fluturimet tashmë ose aeroportit? Jo, unë kam atë kur dëgjoj ato polant. Kur dëgjoj ato polant më kështu. Ti ke nga ato polantët brenda. Më duket se nuk e kam. Po nga thirrjet, pra nga thirrjet brenda. Kur dëgjoj ato polant i jam në aeroport, unë më duket se gjithë rasin mua. A trembësh kur dëgjon një kërcitje mbyllet dere, dikë nga zërat, jo trembësh, nëse pa jo, unë jam pak në siklet gjithë kohës. Nëse unë kam qenë dhe pak tip, ndoshta kur bëhesh nën, nuk e di nëse jam 2 herë. Atëre di shumë mirë këtë gjë se ç'do të thotë. Në momentin që je bër nën, frika është me ty. Jeton bashkë nuk e ke në shtëpi dhe dëgjon kërcitje për jashtë. Unë nëse nuk është djali brenda në shtëpi dhe dëgjoj të kaloj ambulanca dhe shkëta e kalon atje gjithmonë, vetëm të kaloj ajo ose të dëgjoj një zë, një djalë apo ku dëgjoj unë nëse s'është brenda, nuk di se nga të gjej hyrjen apo kështu. Kështu që do të thotë, unë besoj se kjo nuk është pikërisht vetëm nga ajo, sepse unë shumë mirë e kam luftuar. Unë mund ta quaj veten, këto më thonë njërë heroin, më duke se jam kokain, fare. Po. Ndërkohë, jemi live, o Eva. Ti më the o Eva, se do shkosh se jetë ngjitur atje. Aman o Eva, se ke dhënë disa mesazhe sot, nuk di. Jo po ato që janë afër, jo po të spaguajnë apo kështu. Jo, sot më ke dhe me vete, mi po pritje. Kanë kapur emocionet. Je shumë nga ato nënat që janë krenare për vajzat që kanë rritur, për shkak të asaj që janë bërë. Jo shumë, por nuk e di nëse ka për shkrim. Unë shpërblimin e madh që kam nga Zoti, pra për të gjitha ato, mua më duket ndonjëherë se nëse e përmend shpesh, prandaj unë duhet të qesh. Mua më duket sikur nëse e përmend shpesh, mua do më thotë ai do dal në një cep, edhe thotë dëgjoj pak. Dëgjoj vajzë dashur për çfarë ti ke kaluar, je shpërblyer dhe bën mirë që të mos flasësh më. Kështu që unë e quaj veten të shpërblyer. Kam dashurinë e këtyre dhe janë kaq të mirë, nuk e di, mami im thoshte një fjalë se s'është më ndjes të ketë. Aman më Eva se i bën të mirë, thoshte bëj të tjerë. Kështu që duhet kisha bërë shumë ta mbushja këtë vend. Ase vazhdova unë bëra unë. Pa, vazhdoj ne jemi dhe, se unë jam edhe gjyshe. Je edhe gjyshe. Çfarë etapash? Je edhe gjyshe tani këtë mos e thuaj. Tani të gjitha deri tani, fakti që je gjyshe thuj ngjelën se është tangur. Fëmijë tjetër të tretë. E them 2+1 kur më pyet. Prandaj më them. Mos e thuaj që je gjyshe se ta besojmë. Kur më thon mua sa fëmijë ke, unë them 2+1 dhe ngelen kështu do thotë do ketë në një nga ai burri tjetër. Po çfarë mendojnë? Dhe unë them që 2+1, si 2+1? 2 kanë për vetë, 1 ma ka për vajzë. Më vjen automatikisht edhe shumë natyrshëm që them vajza, ishte shumë kënaqësi për t'ju pasur në emision, por për ta bërë këtë bisedë, unë ju thash edhe pak më herët, ishte çdo gjë shumë organike, pra asgjë e planifikuar dhe e shijova shumë gjithë të bisedën me ju. Shpresoj gjëra të bukura, gjëra të bukura. Besojmë se i kemi dhe arti jot është fantastik. Dhe mesazhe. Vazhdo. Do vazhdoj, në fakt unë një gjë që dua ta them është që ka ndodhur rastësisht, pra kur unë fillova të pikturoj dhe pra u martova, kam kaluar të shtëpia e vjerit tim, Agroniano, i cili ka qenë, sepse nuk jeton më, arkitekt shumë i mirë në Tiranë, dhe domethënë ajo çfarë më pëlqeu ishte që pra unë po pikturoja, që fillova diçka dhe po vazhdoja atë çfarë ai kishte lënë. Dhe një ditë kur unë fillova, sepse tani kam ndryshuar mbi emër, ai Agroniano, unë Angela Jano, dhe kur unë bëra firmën, thash, ua, çfarë rastësie, do të thotë që dhe firma po ishte njësoj. Domethënë kaq shumë gjëra të ngjashme po vinin me pikturën, gjë që unë nuk e kisha menduar ndonjëherë. Se asgjë nuk është rastësi në këtë botë. Pa diskutim. Më duket ndonjëherë sikur dhe ajo që më erdhi atje dhe pse ishte diçka e mirë, pra nuk do t'ja uroja askujt një përvojë të keqe, edhe ajo që më ndodhi atje më duket sikur ka pas një plan Zoti që më kaloi nga ato dyert të këqija. Ndoshta unë zota kisha marrë mundimin të shkruaja dhe të nxjerrja një libër të tillë që duhet patjetër anatomia e një vrasje. Për këtë libër është gjuna që vërtet duhet të flitet, sidomos në këtë muaj mars që ju e keni. Po. Është dhuna ajo që e ka arritur atë grua që ta arrit deri aty, sepse ne shohim titrat, ne shohim lajme dhe themi një vrasëse, vazhdojmë ta gjykojmë pa e ditur se ku ka arritur dhe si erdhi, nuk është për të justifikuar, por çfarë ka kaluar ajo grua që derisa ka ardhur në këtë pikë,
është vlen për të parë me atë këndvështrim që unë kam dashur ta. Kjo është e gjithë ideja. Shko, unë jam e sigurt për një gjë që do të kemi biseda dhe herë tjetër bashkë. Kjo është pak por e sigurt dhe shumë kënaqësi vërtet. Dhe unë nëse do jepja edhe një mesazh të patjetër për ta përmbyllur. Këta fëmijë që ngelen mbrapa, nuk ka lidhje se unë isha me të padrejtë apo me të drejtë. Ata që nuk e kanë emrin në dosje që vuajnë kaq shumë. Se unë mendoj që ne kemi dakordsuar të gjithë bashkë, duke qenë sistemi, prindër, mësues, gjithë kemi dakordsuar që ne këta fëmijë t'i ndihmojmë, por nuk po i ndihmojmë ashtu siç duhet. Prishim familjen, ato që është kryesore, pra një se ti burgos një nën, ke burgosur një familje të tërë ose ke shthurur një familje të tërë. Dhe unë këtë mendoj që të shikohet me një sy tjetër të paktën burgosja e një gruaje. Më mirë burgose brenda në shtëpi, që do të thotë të paktën të edukoj ata fëmijë. Tjetë me fëmijët ata. Sesa ti ta heqësh sepse po shfur një familje të tërë. Unë këtë doja të thoja vetëm. Shumë faleminderit edhe për një moment ju kuptuat harrova që isha live, kështu që ishte shumë e qartë. Shumë kënaqësi. Pra ishte një bisedë e ngrohtë. Ishte shumë kënaqësi vërtet. Ikim pak reklama, kthehemi pas pak.